Si sot është përzullu fshati komplet. Shati, rrugë makinën kam sot do të ish anej. Nuk është kalim ajo. Sot janë këtë makina dhe më thonë, kush e ka pasë në zjerë, herët e ka në zjerë, po kush e ka në zjerë për të hesëm, që shakalullë se i me njerë. Asulloj në vjesë ma sikara, nuk ka. Tu para 2 vjetë e njëta situatë. Dëgërt, as ka bu dorë, dem kone demokracisë. Dem 97 nuk kam bu dorë më këtë rrugë. Tu kena në vërrezat, sipër, edhe pushteti më ndonë. Jeni bloku komplet? Komplet, si lagje. S'kena ku me dalë në botë. Kemi ban shumë ankesa për këtë rrugë, dhe nga kanë nënë pezo, erdhi bashkia i bani previzor një rrugë këtu drejt, previzor, tashti nuk bëhet rruga tani, rruga bëhet verës, ne kemi dhe barresat aty lartë, që larkë qoftë, i kemi djerë zjallë edhe mund vdesim, kajtë do të kalojmë, e do të bajmë ka aty ki vorët. Ja thonë jam punë, nuk ka që kejmë punë. E marë turnë e 2 dhe ka që kejmë punë, ka të dalë. Larkë qoftë mu s'pu i fmi, ka do të qesë. Helikopterit. Se kështu zgjidhet rë. Ne kemi mbi 10 vite që kemi këtë problem. Çdo vit të njëjtë probleme kemi. Kemi fëmijë të vegjël në shtëpi, s'kemi ka të kalojmë të qëm një smullik digjon, s'kemi nga lëvizjen. Jemi bllokuar totalisht e vështirë. Unë kam fëmijë të vogël, kam 2 vjeç, kuda që kam të partuar 3 ditë. Nga do dal? Si do ja bëni? Ç'është do ja bëjmë? Ka për lumë, aty do sta muaj me gjithë fëmijët. S'kemi çfarë bëjmë tani. Bashkia vjen na shton rrugën provizorisht, iku bashkia. Vjen prap viti tjetër, prap tjetër probleme kemi. Dhe kështu do të zgjidhet këtë problem. Nuk është zgjidhjes me kjo punë që vjen çdo vit sa më dalë në televizor kot.